Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë sot i prezantoi 5 ndryshime të planit partijak për ekonominë, me të cilat, siç theksojnë, planifikojnë të mundësojnë mbështetje për ndërmarrjet vendore. Dragan Tevdovski, kryetari i Komisionit për Ekonomi i LSDM-s dhe antar i Këshillit Ekzekutiv të partisë, deklaroi se viti 2017 do të jetë viti kthesës për ekonominë e Maqedonisë dhe për qytetarët, ndërsa ndërmarrjet vendore do të mund të hapin vende të punës dhe të japin paga më të larta. I kemi planifikuar 140 milion euro mbështetje të drejt për drejt shtetërore të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme vendore. Do t'i mbështesim projektet investuese të kompanive, deklaroi Tevdovski. Planifikojmë të mbështesim, siç tha, hapjen e vendeve të punës në kompanitë vendore për ta lehtësuar funksionimin e tyre, të krijojnë start-up qendra afariste në të gjithë komunat më të mëdha dhe t'i kthejmë borxhet e shtetit ndaj kompanive vendore, tha ai. Por reagoi më njëherë VMRO DPMN. Sipas saj, LSDM kur ishte në pushtet mbylli 684 firma dhe la në rrugë 200.000 njerëz. Sot flasim për subvencione, ndërsa kur ishin në pushtet nuk dhan asnjë denar për firmat, citon VMRO DPMN në reagimin e deklaratës së sotme të kryetarit të Komisionit për Ekonomi të LSDM-s, Dragan Tevdovski. Nga VMRO DPMN theksojnë se ato kanë hapur 160.000 vende të reja pune dhe se LSDM ka mbyllur 200.000 vende pune ekzistuese. Sipas VMRO DPMN-s, askush nuk beson në premtimet dhe programin e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, e cila është bazuar në premtimet e dhëna nën mëngë. Fal punës së qeverisë të udhëhequr nga VMRO DPMN dhe masat të cilat i ndërmerr në periudhën e fundit, papunësia u zvoglua në nivel të ulët rekord prej 23.4%, për dallim nga LSDM kur arrinte pothuajse 39%. Qytetarët duhet të jenë të qetë sepse LSDM ka humbur dhe nuk do të ketë rast që politikat e saj ekonomike katastrofale sërish t'i zbatojë, thuhet në reagim.